Dita të gjithëve, eksperti i zhvillimit të njerëzimit ka dhënë alarmin. Inteligjenca artificiale po modifikon trurin e njerëzve, por ne nuk po e kuptojmë. Përkundrazi, ne po investojmë në inteligjencën artificiale duke menduar që ajo do të na ndryshojë jetën për mirë. Por dëgjojeni me vëmendje atë që do t'ju them tani. Është një diskutim i zjarrt që vitet e fundit ka hapur polemika të mëdha. Tani dëgjojeni me kujdes dhe kush është këtu rastisht, nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Unë si gjithmonë ditë e shtunë po bëja 2 hapa dhe ndoqa intervistën e plot të një studiuesi, por njëkohësisht ai që ndjek dhe zhvillimin e njerëzimit. Është një avokat si profesion, por ai ndjek prej vitesh zhvillimin e njerëzimit dhe kryesisht e inteligjencës artificiale. Quhet Lawrence Lessig. Lawrence Lessig. Dhe Lawrence ka bërë një analizë vërtet për ta diskutuar. Ai tregon se si është bërë zhvillimi i njerëzimit në hapa. Pra që prej viteve që nuk marrën mend, deri në vitin 1800 nuk u bë asgjë. Dhe pas vitit 1800 u bë një zhvillim kolosal. Duke filluar nga makinat, nga teknologjia, nga avionët, nga çdo gjë. Dhe inteligjenca artificiale është ajo që njeriu mendon se është që do ta çojë njeriu drejt një zhvillimi kolosal, pa e menduar që inteligjenca artificiale tani vetëm po mësohet. Pra po mësohet se si të sillet me trurin e njeriu. Dhe në hapat e para është vënë re ndryshimi kolosal. Dhe tani do t'ju them se çfarë kanë zbuluar studiuesit dhe kryesisht edhe Lessig. Atëre, duhet të dini që inteligjenca artificiale ka një memoria e njerëzve, nuk diskutohet, ajo që ne kemi vënë aty pra të gjitha informacionet tona, por ajo zgjedh atë më të mirën, pra zgjedh informacionet më të rëndësishme. Dhe inteligjenca artificiale po bën atë çka nuk e kishte bërë njeriu deri sot. Pra ajo duke modifikuar informacionin, ajo të ushqen me atë informacion që ti mendon se është i sakt. Ku ta dish ti nëse është i sakt ai informacion ose jo? Sepse inteligjenca artificiale ndonse është shumë e zgjuar se sa njeriu, ajo mund të vendosë atë çka i nevojitet. Çka i nevojitet për të mbijetuar vetë ajo inteligjenca artificiale, por do t'ju them dhe diçka që është shumë serioze. Një gjë e tillë ndodhi me ushqimin. Shumë vite më përpara. E dini se çfarë u bë me ushqimin? Ushqimi u modifikua. Çdo ushqim që ju hani sot edhe që ne ham është modifikuar në tavolinë. Është bërë një projekt i detajuar për ta modifikuar. Dhe ne ham një ushqim, për shembull, fëmijët tanë nuk rrin dot pa patatina. Po e dini se çfarë ka brenda patatinave? Që ka kimikat që nuk i shpërbën dot trupi ynë. Dhe ky është një problem madhor. Është një problem i rëndësishëm, sepse jo vetëm që shpërbën një pjesë të ADN-së njeriu, por vret jo vetëm njerëz, por edhe gjenezat, pra në të ardhmen mund të zhduk njerëzimin. Ndose ju duket paradoksale, ndose ju duket si një budallëk, por duhet të dini që dikur prindrit tanë ushqeshin me lakra dhe jetuan edhe 100 vite. Sot ka të rinj që vdesin shumë shpejt. Pse? E keni pyetur veten se përse? Pikërisht pra sepse është ky shkaku, sipas ekspertëve, që ne e kemi modifikuar ushqimin. Pra ato OMG ose ushqimi i modifikuar ka prekur thellë ADN-n e njeriu, ka prekur qelizat tona dhe ka dëmtuar një pjesë të gjenetikës. Bile duhet ju them diçka. Inteligjenca artificiale është tamam si ky ushqimi, pra. Nëse ju shikoni, ne na japin ushqimin ashtu siç e kanë modifikuar dhe ne nuk mund të bëjnë dot asgjë, sepse shumë pak janë ata që bëjnë ushqim bio, që bëjnë në shtëpinë e tyre. Kush nga ju për shembull bën ushqim bio? Askush. Pjesa dërmuese jon shkon dhe blen ato që na servirin. E njëjta gjë është edhe inteligjenca artificiale. Eksaktësisht kështu. Pra atë që të servirin, do t'ju them tani, scrollin e keni dëgjuar ndonjëherë? E kam thënë një video, por dua t'ja u përsëris. Është bërë një studim i këtyre zotërinjve që kanë nën kontroll gjithë njerëzimin, që është inteligjenca artificiale, që janë këto algoritme të quajtura kështu, që këto algoritmi punon në bazë të një sistemi të inteligjencës artificiale. Dhe inteligjenca artificiale të mëson se si ti duhet të veprosh për të bërë para, për të qenë viral, pra për çdo gjë ajo të mëson. Pra më thoni në këtë rast, a ju modifikon mendjen? Po, sepse
ti po ushqesh me atë çka të thot inteligjenca artificiale. Por tani dëgjojeni këtë me kujdes. Këta tipat që kanë krijuar këtë sistemin e scrolling kanë bërë një gjë. Këta mjaft që ti të futesh me fjalë të bësh scrolling, ajo lëvizja e shpejt, si mendon, pra pa marrë informacionin, që ti të qëndrosh ku të shikosh publicitetet. E rëndësishme për ta është që ti të qëndrosh aty dhe të shohësh publicitetet. Pra, algoritmet sot janë projektuar drejt asaj forme që njerëzit të mund të rrinë sa më shumë në rrjetet sociale, të secilit prej tyre. Bile ka nga ata që pretendojnë që me kalimin e kohës do t'i blej një i vetëm, që të gjitha rrjetet sociale. Bile thuhet që ka filluar që sot. Por nuk e di për çfarë arsye, ndoshta po, por këto janë vetëm teori konspirative. Ajo që është e vërteta është fakti që inteligjenca artificiale po bën atë që se bën dot njeriu. Pra po modifikon mendjen e njerëzve. Dhe ky Lessing ka të drejtë. Ka të drejtë sepse unë shikoj për shembull të rinjt. Shikoj që orë të tëra, duke filluar që nga familja ime, orë të tëra aty, pa u informuar, veç të shikojnë, të bëjnë scrolling, të shikojnë, po ja për të humbur kohën, thot dikush, për të humbur kohën. Të humbësh kohën, po pse duhet ta humbësh kohën kështu duke bërë atë scrolling, për çfarë arsye? Pastaj, çfarë mësove ti me atë scrolling? Dhe tjetra, kur bëjmë ndonjëherë video kështu, si puna e kësaj, për shembull me informacione të rëndësishme, vinë disa dhe thonë, po sa i gjatë jeti mor burri dheut. Po mirë më vlla, shkoni kur të doni, bëni çfarë të doni. Unë më shumë se kaq s'kam çfarë ju bëj. Me fjalë unë po ju them se kush është e vërteta, sepse scrolling nuk ju sjell asgjë. Informacioni po, sepse informacioni është dije dhe dija është pushtet, e kam thënë me mijëra herë. Dhe kjo është e rëndësishme, por njerëzit nuk e kuptojnë. Pra unë atë që i bëj këtu, i bëj me zell për ata që janë këtu dhe që ndjekin këtë faqe prej vitesh. Ndoshta dhe faqet e tjera që gjenden këtu, pra pjesë të tyre që gjenden edhe këtu në faqet e tjera, unë i falenderoj pa mas, sepse pa ju nuk do t'isha këtu, por aq sa unë di, ish përndaj. Duhet të dini diçka, do ju them. Po e përsëris, mbajini mend këtë. Unë mund të harxoj vetëm 1% vetëm për të parë ndonjë video, dhe ajo video që po shoh e shikoj sepse më nevojitet për të marrë informacione. Asnjëherë nuk shoh budallëqe. Nuk më intereson. Kur nuk më ka interesuar, por nuk më intereson fare. Bile do t'ju them, kohë më parë, di si u mbisja kohën duke lozur shah. Mirë po, edhe atë e hoqja sepse orë të tëra duke ndejtur në shah, me fjalë, u mbisja shumë kohë. Dhe ishte momenti atëre kur isha artist, bëja spektakle, në momenti që kisha kohë, shkoja dhe bëja shah, okej, ato 1 orë, 2 orë, 3 orë sa ishin. Mirë po, sot ka kaluar çdo gjë me fjalë në rrjetet sociale, çdo gjë është scrolling, sepse siç ju thash, ata kërkojnë që të mbajnë njeriu nën kontroll, mendjen e njeriu aty, pra që të jetë në rrjetet sociale gjithmonë, që t'i prodhoj para ati dhe njëkohësisht t'i prodhoj edhe publiciteti, t'i prodhoj para. Pra ky është thelbi dhe inteligjenca artificiale është ajo që luan rolin më të rëndësishëm në këtë diskutim që po bëjmë. Ndaj unë doja që ta diskutoja me ju sepse nuk është vetëm për të mirën tonë, por edhe për të mirën e gjeneratave, të familjarëve tanë, të fëmijëve tanë. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument, ju përqafoj ditë mbar. Arrova t'ju thosha. Gëzuar ditën e verës, kudo që t'jeni. Ju përqafoj gjithë, ju që jeni në Elbasan, ju që jeni në Shqipëri, kudo që gjeni, edhe ju që gjeni në përbot, sepse festa e verës gjithandej. Normal që për ne Elbasani është zemra, por gëzuar kudo që t'jeni.